6 vjet të fundit prodhum që ka të bëjë me zhvillim. Asnjë, Asnjë. Etash. Pushteti, ata, këta, pushteti tjetër, çontat e bujqësisht. Etash. E kena kërset ligji për shtetësi. E tash në këtë farë lloj diskutimi, unë e kam veç një problem. Qysh mundet një shoqëni e cila në vitet e 90-a ka pas ambicie shumë serioze me rrezik tepër të madh dhe u angazhu për atë ambicie. Ka kushtuar edhe me jetë. Me jetë. U angazhu për atë ambicie. Qysh mundet një shoqëni që në vitet e 2000, në vitin 99 dhe në vitin 2008 e ka pas një ambicie hala ma ekstreme në sytë e tjerëve dhe u angazhu për atë ambicie. Edhe ka realizu pas. E ka realizu atë ambicie. Qysh mundet një shoqëni që në vitin 2011 u përball me krejt, si me thonë, zyrtarët ligjor ndërkombëtar për me mbrojt atë ambicie, e ka realizu atë ambicie. Qysh mundet një shoqëni prej 99-ës dhe në vitin 2020 mi harxhu 20 miliardë euro, 20 vjet. 20 miliardë euro, edhe mi ndërtu rrugët, shkollat, spitalet, autostradat, aeroportet, krej, me këtë hajnin që ju bu. Në 2021, me marë guximin me dhonë ngëni, se s'jeni të e bu punë në mirë djem, ecni se po dojna do të rime ardhë për me zhvillu këtë vend, dhe prej 2021, dhe në 2026, mi shpenzu 25 miliardë euro, edhe shajmës me lonë. Shajmës me lonë. Qa ka ndodhë? Edhe me hup ambicia, me thonë, na ambicia jona di cila është. Atë kalzej cila është ambicia jonë. Fidan, a ki menim? Po. Shpion. Kaq? Abista të thojnë logika qëtë pife. Kjo është problem dhe kjo shoqëni duhet me kuptu që nuk ka të ardhme pa ambicje, ngoni optimizmi. Se u myta të e thonë, është aset strategjik. Në vitet e 90, a kina qenë optimista që munëm i Sërbis mi dalë për balë dhe i kena dalë. Edhe i kena mujtë. Nuk kena hup na me Sërbi, na kena fitu. Na i kena mujtë Sërbi në luft. Me që kena mujtë Sërbi, nuk kena hup na për Sërbi. Sërbia ka ecë për këtuit. Nuk kthehet ma, mos së tëtni. E dyta, një vend ka qenë optimist që mundet mi bind, krejt dy janë që du të më konë shteti pavarën, dhe i ka bind. Sët, në vitin 2026, këtë optimizmin mënyrë sistemike ta shkatrojnë. Tu ta shpalë se cilin, o hajdot, o kriminal, o shpion, o diqka, pra, qka bojnë? Dojnë me ta hup besimin në të ardhme. Okej, so ka legitimitet që ta njerëz mi jabo dikujna me njësh për hajnë. Që ta njerëz që e kanë afere ma të madhe për rryme. Që ta njerëz që sot me auditore nuk mujnë me arë që tu kanë 10 milion, 100 milion, 300 milion euro. Jenë arxhu 1 miliard euro, nuk ka kur zhviz dardan. Nuk jënë banesat për shifte. Nuk është lufturu krimi dhe korrupcioni. Institucionet nuk janë për vllazën dhe motra, sot e ki full me vllazën dhe motra. Jo dhe feri kini fajt për të kauza që në shku me vendosje. Dardan, nuk ik për përgjithësis. A dul? Po dul, po nuk ik për përgjithësis. So kanë listimitet njerëz. Njerëz që ju dalin aferat çdo ditë. Në ministri, tu vjedh. Tu i shkep paret. Hinë këshyri kujna pidhojnë të ndera. A e keni pas ka uz bashk në dokumentat për ekonomi në privatizimit? Apo do me tragune? A disojnë shqit princikartet dhe ndosja ku është AKP-a? AKP-a, si ju ma keni shtin kry. Ju feri edhe vetë ndosja që AKP-a është kupolla e krimit. Sojnë shqit deri sot. Dardan, so kanë listimitet sta njerëz me folë për krime dhe korrupcion e me pra osu intereson. Ty ka pastru njerëzve truni. Ty ka dhoni ka uz. Lexoj komentet. O Dardan. Lexoj komentet. Lexoj komentet. Ky vend është dashur të ketë një politikan si kur ju, si jeni nderuar Dardan. Jeni shumë i qartë për të ardhmen e Kosovës. Ti po tregon se ky shtet të poshtën, o ka shkon me këta politikan. Në gjatë gukaj. E tash si Juzera falsë, kokti sa dushin a shojnë mu edhe ty. Po koksi, po jo, po vrejnë këta tash mo, jem vrejt bre Dardan, ka ndalë këto afera. Kjo është, dëgjom Dardan, a muna me t'i dhënë do numra? Dardan, a ka nevoj pibi shkurt, a ka nevoj dhe është momentumi për krijimin një skenës të politike? Pyetja e parë. Pyetja e dytë. 67% njerëzve nuk kanë ndalë në votim. Dikush po thotë që s'ka sa si kulture të sabotimit shtetar. Do shfakt që s'ka qenë kurse organizume. A beson që ka sa si kulture? S'ka flet. 67% njerëzve mos me ndalë në votim. Për 6 vjet kena prit. Për 6 vjet gjendja është hala me ran. Unë jam shumë më i varfër në ikon 2 kredia më shumë. E vërteta. Ikon me 2 kredia më shumë. Jo vesti. Dardan, pyetja konkrete. A është sabotim? Ashtë ndërgjezje, ashtë kulturë e këti mileti, që ti mpjollit që lidit qash mirë, narrativën, prej 90-ës këna ngudzu me pas ambicje, e me kurorëzimin e pavarësisë, e mbrojtjen e zonë gjykatës në ndërkombëtare, e guximin me ndru kretat pushtet, me pru në atë kohë Juve që një kom bashkë me pru në pushtet. E deri këtu,
a ma të regojnë në buridhejët, është sabotim, edhe është momentumi për krimin e elitës të rej politike. Unë besoj që është momenti kur populli duhet me ndodhë. E populli duhet me kuptu që nuk mundet me delegu të ardhmen të një emër dhe një grup politik i cili të ardhmen nuk din me ndërtu. Mundet me të provu, mundet me të adhonë mundësin, mundet me t'i dhonë këtë kapacitetet dhe resurset që ja ka dhonë, dhe i ki pas mundësin me dëshmu. Ky popull ka votu jo ma larkë se para një muje. Mojnë men, s'ka një muj që ka votu. Dhe ky popull i ka thonë, në këtë vend, në Kosovë, pa diaspor, i ka thonë, une jam i interesum që jo mu ullë me folë me njoni tjetërin. Jo me interesum, jo me gjithë një rrugët për bashkë me njoni tjetërin. Ka ardhë një vot tjetër, e ka ndru këtë matematikë. E ka ndru këtë logjikë. Dhe tash ka pëndodhë? Tash ndodhë kurthimi në diskutim votëma prezidentin temë. Ky është problemi jonë. Na tash jena të folë veç për poste. Kërkush nuk ka të folë, asë qysh